Këshilli i Ministrave ka miratuar të mërkurën njësër vendimesh për zhvillimin ekonomik, social dhe infrastrukturor të vendit. Vendimet përfshin krijimin e shoqërisë së re të transportit publik, kompensime për pronarët e tokave të prekura nga legalizimet, investime në hekurudhë si dhe ndryshime në përbërjen e disa institucioneve qendrore. Konkretisht, në mbështetje të ligjit për Fondin Shqiptar të Zhvillimit u emëruan antar të rinj në Këshillin drejtues të këtij fondi. Konkretisht, Blendi Gonxha, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Andis Salla, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ervin Demo, ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor dhe Ana Kapaj, zëvendës ministre e Arsimit. Ndërkohë janë bërë edhe disa ndryshime të tjera në nivele drejtuese. Miriam Shyti është emëruar zëvendës ministre për Europën dhe punët e jashtme. Endrit Yzeiraj është liruar nga kjo detyrë dhe është emëruar zëvendës ministër i Financave. Erjona Bejleri është liruar nga detyra si zëvendës ministre e Financave. Qeveria miratoi ngritjen e një shoqërie të re aksionere me emrin Modal Sha, e cila do të ofrojë shërbime të transportit publik rrugor të udhëtarëve, përfshirë linja drejt zonave turistike. Ky hap synon modernizimin dhe zgjerimin e shërbimeve të transportit publik në vend. Një fond prej mbi 1.1 miliard lekësh është miratuar për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme të prekura nga ndërtimet e legalizuara. Kompensimet përfshin zona në të gjithë vendin. Vlera totale e kompensimit arrin në 1 miliard e 122 milionë 355.400 lekë. Qeveria miratoi pashtu projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së huas me Bankën Europiane për ndërtim dhe zhvillim për financimin e fazës së parë të projektit hekurudhor Durrës-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8, një projekt kyç për përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore.